Mandej, ata e festojnë edhe ringjalljen e Isës a.s. Masi që thonë ata e mbytën të jahudit këmbi Isën a.s. Pas një periudhë 3 ditore apo 9 ditore, se ata s'vetu ke dina apo 13 ditore, se s'kam cakt ata apet tu kur gjo, thonë Isa a.s. mu ringjall. Allah subhanahu wa ta'ala thot po rejni. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Allah thot as nuk e kanë mbyt, as nuk e kanë kryqëzuar, por ju ka bë shybhe, ju ka dyshuar se e kanë mbytur. Barraf Allah ilay, Allah ka ngrit Isën alayhis salam. Wa ma qataluhu yaqina, ata nuk e kanë mbytur me të vërtetë Isën alayhis salam. E qysh festot ringjallja a e dikuj që s'ka vdek hala. Isa alayhis salam është i gjallë si u gjen Allah. A mund joni për njerë me festu ringjalljen teme ose tonë? Po nuk festot ringjallja se s'ke vdek hala. Qysh do me festu ringjalljen ti para se me vdek? Allah thënë Kur'an wa ma qataluhu yaqina. Ata nuk e kanë mbyt Isën alayhis salam. Barraf Allah ilay, Allah ka ngrit atë në qiell. Në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se Allah kur ka ngrit Isën në momentin e rrezikut, kur erdhën jahudit me mbyt Isën alayhis salam, Isa alayhis salam vetë sa kishte dalur nga pastrimi, edhe i kishte flokët e lakta. Allah ka ngrit Isën alayhis salam me flokë lakta, edhe kur zbret Isa alayhis salam ka me zbrit me flokë lakta. Viti i ri si fest e krishterëve, pastaj u simbolizua me disa simbole të cilat në mënyrë shumë të madhe i përshtaten të kundërtave të simboleve të muslimanëve. Se ata krejt fejt e kanë imitim, ata fejt vetë nuk kanë kurgjo. Po shiqojnë të muslimanët dhe marrin idenë e parësore, temelin e marrin të muslimanët, pastaj janë veshin atë ideve të tyre të kota. Vitiri simbolizohet me babadimën. Babadimi historikisht njihet si prift. Edhe në gjuhën angleze nuk i thonë babadimi, po prifti Nikol. Babadimi as i martum, as ka fëmijë, as kur gjabë babë. Çfarë babë ky? Babë prifti su bë kur, sa ata smartuar. Allah subhanahu wa ta'ala e ka quë muslimanëve njerëz të cilët u prinë në festat e tyre edhe në ritualet e tyre. Ato janë pejgamberët, dietarët dhe imamët e muslimanëve. Kurse babadimri është imam i krishterëve, i cili ju prinë në festën e vitit të ri. Kush do me shku mas imamit të krishterë, i cili e ka emrin Pop Nikolas, në t'i bën ceremonitë që i bën ai dhe kënë shkon xhamatit tina. Ai ishte prift dhe bënte davet që njerëzit me hinë fejnë e krishtere. Dhe që kësaj i jepte dhurata që njerëzit t'i mashtron me ishtin fejnë e ti. I jepte dhurata që njerëzve t'u bën krishterizmin të mirë. Dhe këta këtë gjithmonë e kanë përdorur dhe e përdorin. Ata bile e kanë përdorur edhe kundër muslimanëve. Veprën e tyre të dytë e kanë përdorur shumë bukur dhe shumë e sukses, ashtu sikur që ka përdorur gruaja e ministrit në kohën e Jusufit alayhis salam. Në kohën e Jusufit alayhis salam, gruaja e ministrit e pa dushel derën për Jusufin alayhis salam. Dhe u pas zbukuruar me të gjitha zbukurimet. Dhe i pa thonë Jusufit alayhis salam, hejtele, unë për ty jam zbukuruar se ta shëmprone jotja. Kur Jusufi alayhis salam iki nga ajo i pik Jusufit me angjitën edhe me kthye, madje ja grisi edhe këmishën. Kur iki Jusufi të dera të qelderën, erdh ministri, ajo gruaja ministrit tha fema jazau, çka është shpërblimi, i dha ministrit, çka është shpërblimi i atij që don me ta sulmu gruan. Po kush ke të sulmu gruan tyja? A Jusufi ke të sulmu tyja, ti ke të sulmu Jusufin. Kështu krishterët, jahudit dhe muslimanët, gjinohet dredhinat e tyre i qesin për muslimanët. Ata i paguajnë të krishterët me parë me krishterizëm, atë thonë e kanë përhap planin e muslimanët të ngratë, pa i analizuar çështjet, ata këta me mjekra po morin parë, ata që pinojnë shamijat po morin parë, pije Bin Ladeni parë, ku Bin Ladeni përpara unë frikëm biseduar me një plak i cili kishte 89 vite. Ai tregonte se në kohën kur është martuar të gjitha gratë kanë qenë me nikah, jo me shami, këtu, të na. E kush ka marrë atë parë Bin Ladeni? Vitin 40, 30, 20, 10, 1900, kush ka dhënë para atyre? Atyre jo për shami, për nikah, për shkak se dini Allah subhanahu wa taala nuk është dini sotit. As
zbartja shamis nuk është e sotit, as zbartja mjekrës nuk është e sotit. Aja ka datën të Ademi a.s. duke vazhduar me të gjithë pejgamberët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë me mjekër dhe krati ka pas të mbuluar. E kush ka dhënë parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ka ardhur një avon historike se ky prit në Kollasi i kishte disa fqin të cilët mirëshin vajzat e tyre me amoralitet. Njëri prej fqinëve të tij kishte 3 vajza dhe që të trijat mirëshin me amoralitet. Pra bën amoralitet me parë. Këti prifti tjerë keq tash, pse me shkuar me bën amoralitet me atë me parë, tu kon prifti jep të dhurata dhe bën amoralitet me priftin. Ka është në fal gjunohi i madh, rësor gjuno për ata kur gjo. Dhe ata s'kan gjuna, dhe ata me burr me bën amoralitet s'kan gjuna. Me fëmijë vajzë me bën amoralitet s'kan gjuna. Me gratë kushim, ata s'kan dispozita as rregulla kur gjo. Atin vetëm ju pengon a mundën apo s'mundën. Atëre e shfrytëzoi priftin Nikolas rastin edhe u qonë të dhurata atyre vajzave të cilët bënë amoralitet me pare, natën e parë, natën e ditë dhe natën e tretë. Ato i morën parë dhuratat natën e parë dhe natën e dytë, edhe menduan se kanë bërë dhurata ballë. Natën e tretë e mbyllën dritarën. Babadimni tash shumë mirë, s'pat qysh m'ja dhonë parët, se me kërësit të dera, mos më mos që e faciky, mashallah, pitutët Allah, ka hypja ka shumë për në gjaki dhurata. Dhurata ma e mirë me të alëshu babadimin o me të alëshu për o gjaki. Ata i shfrytëzojnë këtu të mirat e tynve materiale që muslimanve në përgjithësi dhe fëmijëve të muslimanve në veçanti t'ja bojnë të dashur Jezu Krishtit nëpërmjet figurës së babadimit. T'ja bojnë të dashur priftin nëpërmjet figurës së babadimit. T'ja bojnë të dashur kryqin nëpërmjet figurës së babadimit. T'ja bojnë të dashur krishterizmin nëpërmjet dhuratave që jepin për vitin e ri. Dhe muslimanët pa i menduar një pjesë e tyre, shkojnë ja i japin parën babadimit, pejtinzave, mos me pa fëmijët, se me ditë fëmijët që baba e ka dhënë parën se ka punë babadimit, atëherë babadimit metet se janë njëri mirë. Por këta japin parën babadimit, babadimi me apun natën e vitit 3 fëmijëve dhuratat, e këta mendu se Allahu ka qenë babadimin, e ka qenë më dhënë dhurata. Me i gëzuar këta fëmijët të ngrasës, po ka kush mi gëzuar. Në Gjermani njëri prej mësuesve jo musliman, ju thoshte fëmijëve të përzirë musliman dhe jo musliman. I thoshte mbyllni sy tash, se tash ka me hi Muhameti. Kështu thoshte. Mbyllni sy tash se ka me arë në klasë tonë Muhameti. Ishte koha krishtlindjeve, ishte koha vitit të ri. Ata i mbyllin sy dhe hike një person. Thoshte lypni tash për Muhameti, çka po doni me lyp, dhurata. Ata kërkonin diçka, kërkonin dilte ai njeriu. Hapni sy tash. Muhameti s'ka lënë kur gjë. Mbyllni tash syt për sy se tash ka me hi Jezu Krishti. Ata i mbyllin syt. Hyke një person në cilësinë e Jezu Krishtit, apo një babadimer, dhe fëmijët kërkojshin. Ata fëmijët që kanë kërkuar, ata ne bombane çokoladë diçka se ata nuk lypin baresa ndërtesa. Ata lypin çdo gjëra që rrethojnë ata, me çdo gjëra që kanë merak, dhe ai ju lënte dhurata mbërsina, por i hapni syt Jezu Krishti i mirë. Pastaj erdhi një fëmijë te baba i tij musliman, i thoshte Muhameti i keq, a Jezu Krishti i mirë. Pse Muhameti i keq, se Muhameti s'po jep kur gjë. Muhameti s'po jep dhurata, a Jezu Krishti po jep dhurata. Në shkollat e muslimanëve, tash edhe vitet e kaluara dhe këtë vit, shoqatat e krishterëve shkepin shpërndajnë dhurata bashkë me dhurata dhe një revizë për Jezu Krishtin. Apo pse është shkolla laike, edhe shteti laik nuk lejon simbole fetare, ato nuk vlen për të krishterët, ato vlen për muslimanë. Simbole fetare me bajë shami në shkollë është predikim, është simbol fetar. E më të apruar revizën e Jezu Krishtit me kryqin 2 metrat madh, çka është ja? A nuk është predikim fetare? Mirë po, si duket, të rregulla vlen vetëm për ata të cilët janë muslimanë edhe që nuk kanë qenë sy të mirë për Islamin e tyre. Pra çështja e tretë është çështja e bredhit, se bredhi është shumë i bereqetshëm. Me shti bredhin në shtëpi, një vjet me shtëpia e marrshme. Kur një sen i keq nuk të bëhen. Bredhi mendonin, paganët jo musliman mendonin se është krijatari i malit. Ata mendonin se bredhi është Zoti i malit. Ata shtu e kanë besimin e kufrit. Se të gjithë ndrujt i lëshojnë fletat e tyre me ndjesht, vetëm bredhi përqendron i fortë.
Ki ka diçka, kjo është i shenjtë, kjo është si Zot, edhe nëse ky mal kishtu qëndron, po më shmi me prue. A di sa nëse marrit ky barkajm, e shpia sa i barkajm, është muslimanët me shku me prej bredhin, me ngarkua dy kënë me pru shmi me pa me drita. Pse se tjetë do reqet? E shka kanë dalim ata të cilët e marin bredhin mal, e bin të shpia bën me drita me thonë për reqet, prej babës e Ibrahimit Alayhi Salam që i maran të idhët për durit dhe i lutke. Qa kanë dalim ta? Ajo ka lut drunit, ti lut është drunit. Ata si janë dalim kur gjo. Ata, se njerëzit që ditën, kanë herë dhe gjysh, atëre kanë qenë njerëzit e prapambetur, ju ka lut gurit, ju ka lut drunit, një ndi lutën lopës, po dhe këti që i lutës bredhe, qka ka? Qa ki dalim ti për i tënve? Kur gjo s'ki dalim? Ja, mola ditën është njërit me kakore, ka bereqet. Mola me hifiri, është bat mirë, të hes puna marë. Mola me ata, me ba me këta, me morë bredhe, me morë drunin, këto krejt këtë jenë besimet të kota dhe paganizëm. Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjitha këto kanë qitë poshtë. Fëmijët e muslimanëve pa bredhin me drita, mashallah. Edhe thonë, ani a bën veçëm dhurat fëmijëve më u blie se ne beson se festoj vitin e ri, po krejt fëmia po festojnë edhe fëmijët çish me done. Po fëmia kur ai kanë të festuar, fëmijët to tatina, çka janë ata? Na krejt janë musliman. E pi fëmijë pi kufrit muslimanëve, pi zorit kufrit muslimanëve, aty të shmin kufrit se s'po ki ka më shkuar. A dhe ti vetëm pëmbronë, unë se vestaj më fmit bile, unë shkojnë që në më këta bile të qojnë, mos të hekin keq këta në tim, bashkë me babadimin e tynë dhe me dhratat e tynë që i kanë. Pastaj, pritiri ka dhe një karakteristik, ajo është pritja e orës 12:00 për kulmin e gzimit. Gzimi maj malë, ku s'ka gzim atë mamë në 12, ku të më bëhë 00. Pse me prit bashkë 12, a s'ban 11, a s'ban 10, a s'ban 1, veç në 12 do. Pse duhet në 12? Për shkak se edhe në Arafat duhet me nejtë vitë notën e Bajramit. A ban me nejtë në Arafat ditën e Bajramit? Jo se me shku në ditën e 8 në Arafat, a ban? Nuk ban. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, kur muslimanët haxhit të bënë ditën e Arafatit, dhe aty të bënë një numër i madh haxhive, këtë vit jam të buën mbi 3 milion haxhi. Allah subhanahu wa taala i thret me laiket, i thot a pi shifni njerëzit që kanë të buën me mbaj ibadet mu. Krenot Allah subhanahu wa taala para me laikeve me numrin e muslimanëve dhe të bimin e tyre me një kohë të caktuar, me një moment të caktuar, në një vend të caktuar në kohën e Arafatit dhe veprojnë vepra të caktuara. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më shumti që shejtani mërzitet është në ditë e Arafatit. Për shkak se ai humb shpresën që njerëzit pa adhurojnë atë. Mirë, po si duket aty i kthehet shpresa natën e vitit të ri. E humb shpresën natën e Arafatit do të kohë muslimanë shumë i bojnë ibadet Allah. Ama kur vin viti i ri thotë, jo, more kur na kon gabim. Ja sa ka xhamat për adhurimin e iblisit. Adhurimin e iblisit e pritin me minuta. E zoni më shtyn xhami që më shtyen fuqara namazit nuk japin fortësi. Ama në 12 natën e 31 dhjetorit 1 minutë me kalu hizban me se shejtani don 6 minutë. Kulmin e kufrit, krejt njerëzit me një fjalë më të bukur, me thonë Allah subhanahu wa taala se ty na nuk jemi si të vetëm. Na besojmë se ti ke djalë, ai është Jezu Krishti, edhe drita për vjet. Edhe gzim, edhe muzikë, edhe haram, se me thonë Zotit ti çka ke thonë nuk ka vërtet. Se Allahu ka thonë Kur'an, Allahu Samad, Allahu Ahad, Allah është i vetëm, i përkryer cilësitë e tij, ta që festojnë të një, çfarë i vetmi? E është djali i Zotit ku? Gruaja e Zotit ku? Shpirti, arti. Hidhrimi i Allah subhanahu wa taala bjen mbi ata të cilët festojnë natën e vitit të ri dhe mbi ata të cilët i përshkruajnë Allah subhanahu wa taala atë që Allah ka mëu për veten e tij.